Pata do më thënë një lloj sulmi, le ta them kërcënues nga drejtues lartë të ministrisë, duke më vënë para përgjegjësisë që unë të zgjedh nëse doja të vazhdoja në institucionin e cirkut punën si artist profesionist mbi 14 vite tashmë, pavarësisht se jam rritur në atë institucion si profesionist, por që duke ose të zgjidhsha detyrën time të përfaqësimit të punojësve të artit, kulturës, medias. Ky roli im është për të folur në lidhje me padrejtësinë, siç kam folur gjithmonë, unë nuk mund të bëj pazare as me pushtetin, as me institucionin për të dëmtuar, po them, apo për të bërë pjesë e buxhetit të institucionit për të marrë dhe unë diçka, domethënë, në shenjë shpërblimi. Julian, ju vini nga arti i rënjeve dhe ringritjeve, nga se jeni prestigiator. Çfarë do thot për ju emocionalisht dhe profesionalisht që goditja më e fortë ju erdhi jo nga skena, nga aty ku punoni çdo ditë, por nga institucioni i shtëpisë suaj artistik? Duke si personale, po nuk e kam personale me personin që është, por që duke qenë se kemi njerëz jo profesional, njerëz që s'kan lidhje me fushën, njerëz që s'kan lidhje me atë çka ne përfaqësojmë, nuk më bën përshtypje fare pjesa e këtyre situatave, sepse janë gjatë të dukshme nga mungesa e profesionalizmit. Unë kam provuar dhe të më rrëzohem në skenë, të rrëzohem kuptimin që të pësoj dhe aksidente në skenë dhe jam ringritur prapë duke vazhduar. Kam eksploruar si në profilin e klounatës, në pantomimat, në prestigiatur ku dhe gjeta veten dhe ishte një gjë për cilën më përfaqësonte. Unë sot jam prestigiatori i vetëm në cirkun kombëtar dhe duke qenë se institucioni nuk mendoj as për këtë fakt dhe prandaj them që janë njerëz jo profesional, sepse tani arrim me shuarjen e një profili. Duke qenë se, domethënë, me mungesën time në institucion, nesër mund të lindë dhe një artist tjetër dhe mund të investohet për këtë artist dhe mund të më zëvendësoj. Nuk e kam në këtë aspekt, por nga ana artistike, nga ana drejtuese e profilit apo e drejtimit artistik, normalisht kemi të bëjmë me njerëz jo profesional që sulmojnë pikërisht personat për të cilën duan të punojnë dhe duan të lejnë diçka. Ringrihem prapë sepse shpresa që kam në lidhje me institucionet ligjore për të cilën do vëjmë vend një lloj anomalie të tillë, një lloj shkelje ligjore për të cilën është bërë, mund të them që jam i qetë në këtë pjesë, thjesht do i mungoj ndoshta publikut për disa muaj derisa drejtësia të vihet në vend.